Pa mburko, do të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Vëllezër, jemi në letra e parë e Pjetrit, kapitulli 4. Letra e parë e Pjetrit, kapitulli 4, vëllezër. Shpeshherë themi, vëllezër, që Zoti na flet. Dhe vërtet, vëllezër, Zoti na flet me fjalën e Perëndisë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të përqendrohemi për të dëgjuar çfarë Zoti na flet, motra dhe vëllezër, aleluja, që të jemi të shpejtë në të dëgjuar, për ta vënë në praktikë, motra dhe vëllezër, atë që dëgjojmë, sepse është urdhërimi i Perëndisë. Është këshilla e Perëndisë. E falenderojmë Perëndimin. Ata që e duan Perëndinë, motra dhe vëllezër, aleluja, janë ata që e vënë në praktikë fjalën e Perëndisë. Le të shohim se çfarë Zoti do të na japë, vëllezër. Sepse duke qenë se Krishti ka vuajtur për ne në mish, armatosuni edhe ju me të njëjtin mendim, sepse ai që ka vuajtur në mish, pushoi së mëkatuari, për të jetuar kohën që mbetet në mish, jo më me pasionet e njerëzve, por sipas vullnetit të Perëndisë. Sepse për ne është e mjaftueshme koha e jetës që shkuam për të kënaqur gjërat e dëshiruara nga ju hebrejt. Kur ecnim në çthurje, në pasione, në dehje, në teprime, në të ngrëna e në të pira dhe në idhujtari të neveritshme. Prandaj u duket çudi që ju nuk rendni më me ta. Në po ato teprime, çthurjeje, dhe flasin keq për ju. Ata do t'japin llogari para atij që është gati të gjykojë të gjallë e të vdekur. Për këtë në fakt Ungjilli ju është predikuar edhe të vdekurve, që ata të gjykohen në mish sipas njerëzve, por të jetojnë në frymë sipas Perëndisë. Tashmë fundi i të gjithave u afrua. Jini pra të përkorë dhe rini zgjuar për t'ju kushtuar lutjeve. Dhe të keni para si gjithash një dashuri të madhe për njëri tjetër, sepse dashuria do të mbulojë një shumicë mëkatesh. Jini mikpritës njëri për tjetrin, pa murmuritje. Gjithsecili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë, si kujdestarë të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë. Nëse dikush flet, le ta bëjë atë si të shpallë orakujt e Perëndisë. Kush bën një shërbim, le ta bëjë në forcën që i jep Perëndia, që në gjithçka të përlëvdohet Perëndia nëpërmjet Jezus Krishtit, të cilit i takon lavdia pushteti për shekuj të shekujve. Amen. Shumë të dashur, mos ju duket çudi për provën e zjarrit që u bë ndër ju për t'ju provuar, se si ju ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Por gëzohuni duke qenë pjesëtar të mundimeve të Krishtit, që edhe në zbulesën e lavdisë së tij të mund të gëzoheni dhe të gazëlloheni. Në qoftë se ju fyeni për emër të Krishtit, lum ju, sepse fryma e lavdisë dhe fryma e Perëndisë prehet mbi ju. Nga ana e tyre ai blasfemohet, kurse nga ana juaj ai përlëvdohet. Por asnjë nga ju le të mos vuajë si vrasës, ose si vjedhës, ose keqbërës, ose pse përzihet në punët e të tjerëve. Por nëse dikush vuan si krishterë, le të mos ketë turp, por le të përlëvdojë Perëndinë për këtë, sepse erdhi koha që të fillojë gjyqi nga shtëpia e Perëndisë. Dhe nëse fillon më përpara nga ne, cili do të jetë fundi i atyre që nuk i binden Ungjillit të Perëndisë? Dhe nëse i drejti me zi shpëton, ku do të duket i pabesi dhe mëkatari?
Prandaj, edhe ata që vuajnë sipas vullnetit të Perëndisë, le t'i besojnë në shpirtrat vetati si të krijuesi besnik, duke bërë të mirë. Amin. E falenderojmë Perëndin, vëllezër, aleluja. Pamë që dashuria e Perëndisë është kaq e madhe, motra dhe vëllezër, aleluja, sa erdhi në shëmbëltyr mishi mëkatar për të hequr mëkatin e të gjithë njerëzve. Kjo është vepra e Perëndisë dhe dashuria e Perëndisë për të gjithë krijesën, njeriu. Lavdi Zotit, që kushdo që beson në të, të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Çfarë bëri motra dhe vëllezër kjo vepër e Perëndisë në kryq? Ky flijim që bëri Perëndia në kryq, vëllezër. Bëri që ai që e beson vërtet sheh dashurinë e Perëndisë në kryq, ai, motra dhe vëllezër, aleluja, çlirohet nga mëkati. Erdhi që të heqë mëkatin që e çon njeriu në vdekje. Kjo është vepra e Perëndisë. Erdhi si ilaçi, motra dhe vëllezër, aleluja, nga qielli për të hequr mëkatin e njeriut dhe për t'i dhënë njeriut jetën e përjetshme. Kjo erdhi jo për një pjesë njerëzish, motra dhe vëllezër, por erdhi për të gjithë njerëz. Kushdo që e pranon këtë flijim, kushdo që e merr, motra dhe vëllezër, këtë ilaç që zbriti nga qielli, shërohet, motra dhe vëllezër, nga mëkati dhe krijon një marrëdhënie me Perëndinë. Kjo është vepra e Zotit që është bërë, motra dhe vëllezër, për çdo njeri. Fjala e Perëndisë që na është dhënë, motra dhe vëllezër, aleluja, si pasqyrë që ne të kontrollojmë veten dhe çfarë? Të ecim sipas vullnetit të Perëndisë. Duke parë në fjalën e Perëndisë, ne korrigjojmë, shohim veten, pastrohemi, shinjtërohemi ditë për ditë, rritemi, motra dhe vëllezër, aleluja, vishemi me fjalën e Perëndisë dhe bëhemi nusja e zgjedhur e gatshme, motra dhe vëllezër, për të takuar Perëndinë. Imagjinoni, motra dhe vëllezër, aleluja, çfarë bën fryma e Perëndisë për ta shinjtëruar këtë nuse dhe për ta shpenë në qiell, për ta shpenë mes angjëjve, motra dhe vëllezër, për ta ulur në fronin e Perëndisë. Kjo është vepra që bën fryma e Perëndisë në ne, na jep fuqi për të pastruar dhe shinjtëruar veten. I papastër nuk mund të hyjmë atje lart, motra dhe vëllezër. Dhe këtë thot Zoti, nuk mund ta bëni dot ju, por do t'ju jap fuqi, frymën e Perëndisë, që ai t'ju udhëzojë dhe t'ju drejtojë. Shikoni çfarë vepër të madhe, motra dhe vëllezër, bën Perëndia për të gjithë ata që e duan Perëndinë. Dhe thot, të ndjekim me vëmendje, vëllezër, duke qenë se Krishti ka vuajtur në mish, ne dimë rrugën drejt kryqit, motra dhe vëllezër, aleluja, me Jezus Krishtin. Në ato 3 vjet, motra dhe vëllezër, aleluja, që Jezus Krishti qëndroi duke predikuar fjalën e Perëndisë, ne dimë, motra dhe vëllezër, se çfarë ndodhte me Jezus Krishtin. Shumica e njerëzve talleshin, motra dhe vëllezër, aleluja. E fyenin Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse zemrat e tyre ishin të ngurtësuara dhe sytë e tyre ishin të mbyllur, nuk shihnin, motra dhe vëllezër, ishin të verbër. Dhe këtë ja u dëshmoi Zoti me vepra, motra dhe vëllezër, aleluja, duke hapur sytë të verbrit dhe duke thënë farisejtë, pse dhe ne jemi, po të ishit të verbër, tha, nuk do kishit asnjë faj.
Por ju thoni se dimë gjithçka, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe aty qëndron mëkati juaj. Vuajti në mish për ne, armatosuni edhe ju me të njëjtin mendim. Krishti që erdhi për të bërë një vepër, motra dhe vëllezër, thot, vuajti në mish. Erdhi njësoj si ne. I dhimbte njësoj si ne, motra dhe vëllezër. Fyej njësoj si ne. Për të na kuptuar, motra dhe vëllezër, aleluja, se çfarë ndjejmë ne, si fyemi, çfarë ndodh me ne, motra dhe vëllezër. Dhimbjet tona, të gjitha këto. Dhe thot këtu, armatosuni edhe ju me të njëjtin mendim. Sepse ai që ka vuajtur në mish, pushoi së mëkatuari. Ky është vullneti i Perëndis, thot motra dhe vëllezër, ai që vuajti në mish, pushoi së mëkatuari. Dhe ne vuajmë, motra dhe vëllezër, ka një qëllim që Zoti lejon një gjë të tillë në ne. Cili është qëllimi, motra dhe vëllezër? Të pushojmë së mëkatuari. E falenderojmë Perëndin. Çdo gjë, vëllezër, është nën kontrollin e Zotit. Nuk ka jashtë kontrolli, motra dhe vëllezër, aleluja. Por Zoti lejon edhe të ligun, motra dhe vëllezër, aleluja, të veprojë për të na pastruar ne, për të shinjtëruar ne, motra dhe vëllezër, aleluja, që në prani të Perëndisë të jemi të pastër, vëllezër. Është vepra e Perëndisë, prandaj thot dhe ju po kaloni në një rrugë të tillë, për çfarë, motra dhe vëllezër, të pushoni së mëkatuari. Mos ketë mëkat, motra dhe vëllezër, aleluja, në një i krishter. Për të jetuar, thotë, shikoni me vëmendje, kohën që mbetet në mish, për të jetuar tani, kohën që jemi akoma në mish, thotë, jo me pasionet e njerëzve, jo si njerëzit, motra dhe vëllezër, aleluja, por si pas vullnetit të Perëndisë. Nëse pranuam Krishtin, motra dhe vëllezër, dhe fryma e shenjtë është në ne dhe vepron në ne me fuqi, kemi ndaluar, motra dhe vëllezër, aleluja, së mëkatuari, kemi vdekur në mish, thot motra dhe vëllezër, aleluja, kur ne morëm vendimin që t'ja japim zemrën tonë Zotit, t'i përkasim atij, u pagzuam, motra dhe vëllezër, që simbolizon vdekjen tonë mishore, për të jetuar kohën e mbetur tani në mish, sipas vullnetit të Perëndisë. Jo në pasionet tona siç ishim më përpara, apo siç jetojnë njerëzit që na rrethojnë, motra dhe vëllezër, por të jetojmë tani me perëndishmëri, thot, në frymën e Perëndisë. Kjo është diçka krejt ndryshe, motra dhe vëllezër, nga jeta jone më pashme. Nuk ka asnjë lloj gjëje të barabartë siç ishim atëre jemi dhe tani, sepse nuk ka asnjë gjë të barabartë një i vdekur, motra dhe vëllezër, me një njeri që jeton. I vdekuri është i pandjeshëm. Nuk mundet të ndjej, motra dhe vëllezër, me. Kështu është dhe i krishteri i pandjeshëm, motra dhe vëllezër, në gjërat që e rrethojnë. Nuk të riqet, motra dhe vëllezër, ka vdekur në mish dhe jeton në gjërat e frymës tani. Nuk shikon anash, motra dhe vëllezër, aleluja, çfarë bëhet këtu apo çfarë bëhet atje, por shikon lart drejt qiellit, motra dhe vëllezër, sepse adletaria dhe qytetaria e tij është qielli tani. Ai pret të bashkohet, motra dhe vëllezër, aleluja, në tokën e tij, në vendin e zgjedhur. Për këtë jemi thirrur që të shkojmë në vendin që ka zgjedhur Perëndia për të jetuar përjetësisht me ta. Sepse për ne është e mjaftueshme koha e jetës që shkuam për të kënaqur gjërat e dëshiruara nga jo hebrej. Kur ecnim në shturje, edhe ne ecnim në shturje, në pasione, në dehje, në teprime, në të ngrëna e në të pira dhe në idhujtaritën e veriçme.
Kështu ishim edhe ne, thot më përpara, vëllezër, aleluja. Por në mjaftoi ajo kohë, iku ajo kohë, motra dhe vëllezër, nuk jetojmë më ashtu si që jetonim më përpara. Prandaj u duket çudi që ju nuk rëndni me ta në po ato teprime shturje dhe flasin keq për. Njerëzve, atyre që ju rrethojnë, thot, ju duket çudi, si ka mundësi që këta nuk jetojnë më si ne, nuk dëshirojnë më gjërat që duam ne, në idhujtarinë tonë, në dëshirat tona. Atyre ju duket çudi, dhe për këtë arsye ju fyejnë, thot, ju shajnë, ju përndjekin, sepse nuk jeni më si ata. Dhe thot, ata do t'i japin llogari para atij që është gati të gjykojë të gjallë të vdekur. Ata për këtë gjë që bëjnë, do japin llogari, thot motra dhe vëllezër, aleluja, e falenderojmë Perëndin. Për këtë në fakt ungjilli ju është predikuar edhe të vdekurve, që ata të gjykohen në mish. Është e domosdoshme, motra dhe vëllezër, aleluja, që njeriu të gjykohet në mish, të dënoj mishin, motra dhe, të vdesë në mish, që të jetojë në frymën e Perëndis. Për këtë shkoi Jezus Krishti dhe ju predikoi të vdekurve, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Tashmë, fundi i të gjithave u afrua. Jini pra të përkohër dhe rini zgjuar për t'ju kushtuar lutjeve. Nuk mund të diskutohet me, thot motra dhe vëllezër, aleluja, në ju, në besimtari, motra dhe vëllezër, aleluja, shikoni, jeni pra të përkohër, jeni të përsosur, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk jemi më të sëmurë, nuk vuajmë më, motra dhe vëllezër, sepse ne e dimë që në mish, motra dhe vëllezër, ne kemi vdekur. Çfarë do lloj gjëje që të na thonë, ne e kemi kryqëzuar mishin, motra dhe vëllezër, ashtu siç Jezus Krishti kryqëzoi mishin për mëkatin, edhe ne e kemi kryqëzuar mishin. Rini zgjuar për t'ju kushtuar lutjeve. Jetojmë, motra dhe vëllezër, rimë zgjuar që t'i kushtohemi lutjeve. Lutjeve për kë, motra dhe vëllezër, aleluja? Shpeshherë përdorim fjalën jemi spitali ku shurohen njerëzit. Po, motra dhe vëllezër, jemi spitali ku shurohen njerëzit, por ne jemi shërbëtorët e të sëmurëve. Prandaj në thot ne ju jeni të përkohër në lutje që të shërohen ata që do të vinë, motra dhe vëllezër, aleluja, që kanë nevojë për shërbimin tonë. Jo ne të shërohemi, ne jemi të shëruar, motra dhe vëllezër, aleluja, që ndron fryma e Perëndis në ne. Nuk mundet të ankohemi vazhdimisht, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk mund të qëndrojmë vazhdimisht në të njëjtën gjë. Nuk është mire që fëmia e ynë, motra dhe vëllezër, të jetë vazhdimisht në klasën e parë. Por do ta detyrojmë që të mësojë, do ta detyrojmë që të kalojë klasën, vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Kështu është dhe me ne, na detyron Zoti ta kalojmë klasën, të mësojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, që të rritemi. Nuk mundet që një fëmijë, motra dhe vëllezër, aleluja, të ushqehet vazhdimisht nga prindrit. Imagjinoni çdo të thotë të ushqesh një fëmijën tënd 20 vjeç, motra dhe vëllezër, si kur është fëmijë i vogël. Çfarë do ndodhë, motra dhe vëllezër? Çfarë do thonë njerëzit? 20 vjet ti ta ushqesh, ta mëkosh? Nuk është e ishme, motra dhe vëllezër, aleluja. 20 vjet besimtarë, motra dhe vëllezër, aleluja, të mos kemi kuptuar akoma se çfarë do të thotë të vdesësh në mish dhe të jetosh në frymën e Perëndisë. Çfarë do të thotë shërbëtor, motra dhe vëllezër, aleluja?
Shërbëtor do të thotë t'i shërbejmë njëri tjetrit, t'i shërbejmë njerëzve që kanë nevojë. Që do të thotë motra të zgjedhur të Perëndisë? Dhe të keni para si gjithash një dashuri të madhe për njëri tjetrin. Kjo është ajo që duhet të jetë midis nesh, thotë vëllezër. Një dashuri për njëri tjetrin. Është e vetmja gjë, motra dhe vëllezër, aleluja, dashuria për njëri tjetrin, që do të na bëjë të dallueshëm që jemi vërtet bijë të Perëndisë. Vetëm dashuria që do të kemi për njëri tjetrin na bën, çfarë do të na bëjnë? Si do na dallojnë ne, pyeti Pietri Jezus Krisht. Nga dashuria që do të kemi për njëri tjetrin, thotë, do t'ju dallojnë që jeni të mitë. Tregoni kujdes, thot, në dashurinë për njëri tjetrin, vëllezër. Sepse dashuria do të mbulojë një shumicë mëkatesh. Dashuria që do të kemi për njëri tjetrin, thot motra dhe vëllezër, aleluja, do mbulojë një shumicë mëkatesh. Aty do duket vërtet, motra dhe vëllezër, që unë kam vdekur në mish. Jam pastruar nga mëkatet, kur dashuria qëndron në mua, motra dhe vëllezër, aleluja. Lavdi emrit të shenjtë. Nëse nuk ka dashuri një i krishter, motra dhe vëllezër, aleluja, kur Zoti na mëson të duam të afërmin, të duam armikun, nëse i krishteri nuk ka dashuri, motra dhe vëllezër, aleluja, kush do ta shpëtojë të krishterin? Pak të dashuri, kjo është dashuria e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Jini mikpritës për njëri tjetrin pa murmuritje. Jini mikpritës, thot motra dhe vëllezër, aleluja, hapni dyert e shtëpive tuaja pa murmuritje për njëri tjetrin, thot. Sepse, thot, pa kuptuar shumë kanë pritur engjëj në shtëpitë e tyre. Si mund të murmuritësh, motra ime, vllai im, aleluja, për motrën apo për vllajin që fryma e Perëndisë banon në të, e ka zgjedhur, motra dhe vëllezër, dhe ta ka sjell ty të përlëvdosh Perëndimin. Si mund të murmuritësh për vllajin e zgjedhur, motra dhe vëllezër, aleluja, kur Zoti ty bashkë me atë do të marrë dhe do të ngjit në qiell të jetosh përjetësisht. Si mund të murmuritësh për vllajin? Nuk mund të, motra dhe vëllezër, aleluja, këtu gjithë secili nga ne kontrollon veten. Ku jam në këtë dashuri, motra dhe vëllezër, aleluja? Lavdi emrit të shenjtë. Gjithë secili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë. Secili nga ju ka dhunti, thot motra dhe vëllezër, që i ka dhënë Perëndia. Këtë dhunti do ta vërë në shërbim të tjetrit, thot. Nuk e ka për veten e vetë, motra dhe vëllezër, aleluja. Çdo dhunti që na është dhënë nga Perëndia për të bërë një vepër Zoti. Jo për mua, por për t'i shërbyer tjetrit. Si kujdestarë të mirë të hirit të shumë farshëm të Perëndisë. Kujdesemi për këtë dhunti që na ka dhënë Perëndia, motra dhe vëllezër, që të sjellë fryt. Na ka dhënë Zoti një dhunti për të qenë të frytshëm në jetën tonë të krishtere. Nëse dikush flet, le ta bëjë si të shpallur rakujt e Perëndisë. Ai që flet, motra dhe vëllezër, aleluja, ta bëjë sikur shpall orakujt e Perëndisë, fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Po flet Zoti, e falenderojmë Perëndin. Kështu duhet ta shpallë. Po flet Zoti, motra dhe vëllezër, jo njeriu, por Zoti po flet. Ti japë lavdi, thot Perëndisë, motra dhe vëllezër, lavdi emrit të shenjtë. Kush bën një shërbim
Le ta bëj me forcën që i jep Perëndia. Që në gjithë shka të përlëvdohet Perëndia nëpërmjet Jezus Krishtit, të cilit i takon lavdia, pushteti për shekuj të shekujve. Amin. Çdo gjë që ta bëjmë për lavdi të Perëndisë, vëllezër, aleluja. Asnjëherë mos të duket kush jam unë e bëra, jo, për lavdi të Zotit, për emër të Zotit, motra dhe vëllezër, ndodh gjithçka. Shumë të dashur. Mos ju duket çudi për provën e zjarit që u bën ndër ju për t'ju provuar se si ju ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Shumë të dashur, kaloni vërtet prova të vështira, thot. Prova zjarit, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Por, thot motra dhe vëllezër, aleluja, mos ju duket çudi. Por gëzoni, duke qenë pjesëtarë të mundimeve të Krishtit, që do të thotë të plotësojës, motra dhe vëllezër, aleluja, të mundimeve të Krishtit jemi dhe ne. Ashtu si që vuajti Krishti, motra dhe vëllezër, do të vuajmë edhe ne. Dhe ka një qëllim, motra dhe vëllezër, aleluja. Shikoni çfarë thotë? Që edhe në zbulesën e lavdisë së tij, të mund të gëzoheni dhe të ngazëlloheni. Nëse do të vuajmë, motra dhe vëllezër, dhe bëhemi pjesëtar të vuajtjeve të Krishtit, ne edhe do të ngazëllohemi, motra dhe vëllezër, në lavdinë e Perëndisë. Ky është problemi, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Në qoftë se ju fyejnë për emër të Krishtit, lum ju. Sepse fryma e lavdisë dhe fryma e Perëndisë prehet në ju. Kur ju fyeni dhe sheheni për emër të Krishtit, thot motra dhe vëllezër, aleluja, lum ju. Sepse atëre fryma e Perëndisë qëndron në ju. Nga ana e tyre blasfemohet, thot. Nga ana e atyre që ju shajnë, sepse shajnë frymën e Perëndisë që është në ju, që po bën këtë vepër në ju. Ata shajnë frymën, motra, blasfemojnë. Kurse nga ana juaj, ai përlëvdohet. Por asnjë nga ju le të mos vuajë si vrasës, ose vjedhës, ose keqberës, ose përzihet në punët e të tjerëve. Kjo nuk do të thotë që unë jam i krishterë, motra dhe vëllezër, aleluja. Jam futur në burg si vrasës, apo si njeri që përzihet në punët e të tjerëve. Nuk është kjo vuajtje si i krishterë, vëllezër, aleluja. Por nëse dikush vuan si i krishterë, le të mos ketë turp, por le të përlëvdoj Perëndinë për këtë. Nëse unë përndiqem, nëse unë fyem, motra dhe vëllezër, aleluja, nëse të gjithë flasin keq, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse unë i qëndroj besnik fjalës të Perëndisë, lum ju, thotë, le të lavdëroj Perëndinë, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse erdhi koha, shikoni me vëmendje, që të filloj gjyqi nga shtëpia e Perëndisë. Erdhi koha, thot vëllezër, aleluja, të filloj gjyqi nga shtëpia e Perëndisë. Zoti do lejoj, motra dhe vëllezër, aleluja, që të ndodhin gjëra të tilla. Shpeshherë dëgjojmë është shoshë, motra dhe vëllezër, aleluja, që do të shoshiten të gjithë ata që e duan Perëndinë, motra dhe vëllezër, apo nuk e duan. Është një shoshë që do t'i ndajë. Dhe nëse fillon më përpara nga ne, cili do të jetë fundi i atyre që nuk i binden ungjillit të Perëndisë? Nëse do të fillojë nga ne, motra dhe vëllezër, aleluja, që i përgjigjemi Zotit, ecim sipas fjalës të Perëndisë, si do të jetë për ata që nuk ecin, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe nëse i drejti me zi shpëton,
Ku do të duket i pabesi dhe mëkatari? I drejti, thot motra dhe vlezër, aleluja, mezi shpëton. Do të shoshiten të gjithë të krishterët. Ku do duket i pabesi dhe mëkatari? Si do shpëtoj motra dhe vlezër, aleluja, ai që është në mëkat? Prandaj, edhe ata që vuajnë sipas vullnetit të Perëndisë, leti besojnë në shpirtrat e vetë ati, si te krijuesi besnik, duke bërë të mirë. Edhe nëse do të vuajmë për shkak të emrit, motra dhe vlezër të Zotit, le të bëjmë të mirën. Fali o atë sepse nuk din ç'bëjnë, thoshte Jezus Krishti në kryq, motra dhe vlezër, aleluja. Po e torturonin, po e fjenin, motra dhe vlezër, dhe i thoshte fali atë nuk din ç'bëjnë. Për ata po kryqëzoi. Për ata derdhi gjakun, motra dhe vlezër, aleluja. Që të vijë ora e pendimit, të shohin. Dhe erdhi ora, motra dhe vlezër, aleluja, e falenderojmë Perëndinë, kur dëgjuan Pjetrin të predikonte fjalën e Perëndisë, fryma e Perëndisë që vepron, motra dhe vlezër, kudo u azbuloi. Dhe u penduan, motra dhe vlezër. Çfarë të bëjmë, vlezër? Kemi gabuar me Jezus Krishtin. Dhe Zoti ju foli me Pjetrin, pendohuni, tha. Pendohuni dhe pagzoni në emër të Jezus Krishtit, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe Zoti do t'ju japë frymën e shenjtë. E falenderojmë. Kjo ka ndodhur në ne, motra dhe vlezër, lavdi e emrit të shenjtë. U penduam, pranuam Jezus Krishtin, dhe Zoti na dha frymën e shenjtë që ne të ecim me një vepër, motra dhe vlezër, në një rrugë të ngushtë në dritën e Zotit. Zoti ta bekoj këtë fjalë.